dhe Ersek sa mirë mbrëma. TV Erseka tashmë edhe në satelit. TV Ersekën mund ta gjeni në frekuencat satelitore. Rumbullake në kthejeni nga plevica e Aslanit, ndërsa koka duhet shikoj nga balkoni i Rakijes. Me njëherë pres telefonata tuaja në numrin e Nurijes, por që sigurisht është në lidhje paralele me TV Ersekën. Pres telefonatën e parë. Alo, përshëndetje. Alo. Pa? Të hapen kutito, dëgjon, të hapen kutito. Më falo, po ç'pun kam unë me kutit? Kush je ti, mor zotri? E unë jam roja spitalit, mo. Po ç'pun ke ti me kutito derzi, roje? Jo, po, në fakto unë të mora për gruan. Në qoftë se pa më dëgjon gruaja, i theme të më dërgoj sa bukë, se vdisha për të ngrënë, ore. Mi më shpresoj se të dëgjon, që atë them unë, hajde miropafshim, hajde pun të mbarë, hajde. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Po? Urime për emisionin, o. Faleminderit, kush jeni juve? Jam gruaja e rojes së spitalit që foli para meje. Po? Po urdhoni zonjë, çfarë shqetësimi keni? Jo, mo jo, s'kam do një shqetësim, po kam një pyetje për tim shoq. Me çfarë do bukën, mo? Po shiko zonjë, të lutem, jemi televizion këtu, bëhemi pak më serios. Di unë me çfarë do bukën e çoq, të lutem. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, roja spitali, jam prap, mo. Po më çdo ti? Dëgjon, thuaj grua se dua bukën me vezë, mo. Pa ikor zotrit, lutem shumë, televizion këtu me porosira. Ikor zotrit, të lutem, telefonata tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Po? Urime pra për emisionin. Faleminderit. Kush jeni juve? Pra për shoqe e rojes së spitalit jam unë. Po çfarë do moj zonjë, urdhë? I them tim shoqi, s'kam bukë në shtëpi, ik blica bukë dhe masill. A zonjë, të lutem, se u bë shumë kësu kjo më betani. Të lutem, jemi televizion këtu, ik tani të lutem shumë, ik. Telefonata tjetër, alo, përshëndetje. Pra, roja jam, mo. Po çfarë do mor zotri? O, grua, e bleva bukën dhe ta dërgova me shofer në ambulancës, moj. Pa ikor, të lutem, ç'më duhet mua bleve buka apo jo ti? Pa ikor zotri, ikor gjeç belan, ik. Telefonata tjetër, alo, përshëndetje. Alo. Pa. Urime pra për emisionin, mo. Faleminderit. Kush jeni juve? Prap? E shoqe e rojes së spitalit jam, mo. Prap ti, po ç'do moj? I them burrit, o burro, po s'kam as vezë, more. Më zonjë, më fal të të bëj një pyetje, po pse se me në numrin e ambulancës të shoqe roje spitali është? Ne edhe njëherë urime për emisionin, mo. Faleminderit. Po si nuk më vajti mendja mua, më falë? Hajt, miropafshim. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Po? E shoqe e rojes së spitalit jam prapë, mo, urime. Po ç'do moj? Urime për emisionin, mo. Faleminderit. Edhe ma bëj halal, mo. O ta bëj unë halal edhe dhall dhe të mik mos mi bjerë me numrit, të lutem shumë. Ik moj zonjë. Me frikë të madhe do pres telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Mo miti një dhall. Mirë, faleminderit. Kush jeni juve? Urime për emisionin dhe gëzo Bajramin. Faleminderit shumë, gëzuar edhe juve. Kush jeni? Digjota, avo bre, nuk po më nje bre. Jo, s'po të njo. Po koqi jam më bre, koqi. A mo koqi ç'keti? Miri, digjo, kam një atë matha, ma bre, të lutem dimosim, ka vajt aty ku zman me bre. A mo çfarë ke fol? Po kam 24 orë brenda në dollapi pilos, nuk po del nga shtëpia pilo për çamit ama se plasa brenda. O, baba. Ore, koqi, po prap në për dollapet e dy njas ti o buri dheut. Po mirë më çdo nga unë tash të ndihmoja. E bre, më ndihmoj që ka man më gjej një zgjidhje si tisha më po më kryet. Tisha për buk bre mbaro. E mora vesh mbyllë telefonin se më duhet linja, ik se të ndihmoj unë. Ik. Alo? Alo, urdhro. Pilotia? Unë jam. Jam prezantuesi të Versekës. Ç'do? Në shtëpia? Po. Po na dil për një kafe se humbëm fare o buri dheut, si jemi parë, kemi kohë. Po mirë, po të dalim tash pra. Po për një 10 minuta në lokali Qamili, dakord je? Mirë. Hajde, mirupafshim. Të nderuar teleshikues, më fal, duhet ta mbyll programin se ja kemi ca borxhe shoqërisë, ë? Ju uroj të gjithëve natën e mirë nga TV Verseka, mirupafshim.